Aq luftë është atë danë dhe bukë. Nuk shikojnë që për në mërojnë qeveria nga Irani, po doni dhe bukë doni. Doni tur kemi dhe të çmimi dhe naftë. Shumë kërkesa bërë. Unë dhe kërkuar një kërkesë shumë të në ebri dhe në palë lastikët, pa në vrasë në aribel, tam dhe në bukë. E palë lastikët, lefta. Me që Ministri Financave ka bërë gjithë të gjerat mira. Unë them, me që hoqëm dhe naftën a bujësia, i propozoj qeverisë në fusin e gomarë, që gjithë që cilve dhe të vem në përgardë me që s'ka naftë, me që u rritë çmimi. Po mi e rritet këtë çmimi naftës. Dakord jam unë. Po këto vagonat me naftë që dalin nga bankersi, nga vend këto, to lekë që s'pagun bankersi, këto 120 milion euro, këto ku janë? Nga hynë, nga dalin. Po mirë, ne s'kemi lekë për bukë, sulin do të çmimin e naftës, po pse pas kemi 500 milion ne për t'ja dhënë një ekipë që ku ka të vitë tretë? Si ndodhë kjo, si ndodhë? Po mirë, po të bëj pyetje me që deputeti Lushës të Ministri Financave pas e qarë ferrën, mire ka bërë, do t'i bëj një, me që li punon lapsi kopjativ, ma i laps kopjativ kur të vi, me që erdhe djetë e Varrezat ngritit do, grushtin, edhe unë po i them, bëj një llogari sa do të zgjidhësh hallin të parëve oligarkëve re që të thikin vlorë, të parët oligarkëve për 2 kthesa vdekje, pushimin e shoferit dhe kryqëzimin e Sabrës. Se po të marri laps, ai do të shikojë që dakord, nuk janë ato lekët që kur disin ta kur marrin, se o e marrin lomkën ose marrin hiç. Problemi është, qofse jeni kthyer për ndihmur shatin, mirë është. Edhe i bëj bët 2 rrugë nga 250 metra, me që veprat e artit janë. 1 lopat lek do, për të bërë to 2 kryqëzime, 1 lopat lek. Shpëton gjithë jugu, nuk presim nga 20-25 minuta dhe ju ikni freskët, gjithë oligarkia ikën freskët, po shpërtoj dhe ta legjinde atje se po vdesi për ditë njerëzit në përkryqëzimin e pushimit shoferit e Sabrës. Por si ka mundësi nuk i llogarisë me që e kene aty bashkin Lushit, i fusni një llogari. Sa lek i marrin fermerëve, taks toke, se keni nxjerrë dhe ligjin tani ju, i bllokoni llogarit, e quani titull ekzekutiv faturën tatimore që të çojnë dhe tatimet e bashkisë. Rrek bllokohet për 40.000 lekë, blokon sa të kete 5-6 gjithë lekë të vezëve, qumshit, të vajt, për 40.000 lekë rrek çon ai llogaria stop muzika. Për 40.000 lekë gjithë llogaria. Pyet e një sa lekë keni hedhur për t'i shtruar rrugë Ugari? Po pyeti një njerë, sa kanale keni pastruar ne nga Myzeqeja? Kam pasqyrat, punoj pasqyrat. Pyeti një njerë, sa keni hedhur? Se na futët me pralla, me mrokla, se e kishit spango linjën elektrike. E patë si dollën. Po mire, kur pyet ata pensionistët që kështë loftu, kështë vratë 300 Gjermana, i Amit Matjane, gjithë me radhë. E pyetën në erë sa pension marrin këta pensionistët Lushje? Hajde vem bashkë të dominot dhe i pysim gjithë me radhë. Që shikoj e herë, kur të vini vërdal në për Lushje me lafe, që dilni atje, silën e kokër gosht, mullin mur, pam, mullin,